Policia vendore e Lezhës ka referuar disa raste në prokurori gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa vion puna për zbardhjen e plotë të tyre. Sipas bluve, shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin shpallën në kërkim shtetasin MN 28 vjeç banues në Laç, pasi dyshohet se në bashkëpunim me një person tjetër ende të pa identifikuar, është konfliktuar me një 35 vjeçar për shkak të një manovrimi të gabuar me automjet në rrugë. Policia po punon për kapjen e tij dhe identifikimin e bashkëpunëtorit, por në Laç nisi procedimi penal për shtetasin SL 54 vjeç, pasi në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme energjisë elektrike. Ndërkohë shërbimet e komisariatit të policisë Lezhë referuan në prokurori materiale për shtetasin GR 25 vjeç banues në Laç, pasi kishte parkuar automjetin në mënyrë të parrregullt në qytetin e Lezhës, duke penguar qarkullimin e mjeteve të tjera. Gjithashtu, policia rrugore e Lezhë nisi procedimin penal ndaj shtetasit EZ 34 vjeç banues në Mamurras, i cili u kap duke drejtuar një motomjet pa targë dhe pa leje drejtimi. Materialet proceduriale për të gjitha rastet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë.